Vazhdojmë edhe me konkurrentët tona të radhës, të cilat i kemi në studio 2 vajza, të cilat e kanë zgjedhur rrugën e njëjtë drejt karrierës së tyre. Përshëndetje Lorena dhe përshëndetje Liana. Përshëndetje mami i tyre. Sa ka më qenë e vështirë për ty, pasi që ne pedim që 2 vajzat e tua kanë zgjedhur që me pas rrugën e njëjtë drejt suksesit, sa ka më ka vështirë për ty për me i përkrah dhe sa ka më qenë e përballueshme që ti me qëndru me to deri në fund? Jo, nuk është as pak e vështirë, ne si prind të jemi gjithmonë pranë tyre, vështu të kenë sukses gjatë karrierës tyre. Edhe ne ju urojmë shumë suksese dhe i ftojmë ato në skenë. Faleminderit shumë Liana, si ju duk interpretimi i saj? Një gjazë i shkëlqyshëm edhe më pëlqen shumë sepse çfarë do lloj tonaliteti të ketë zëri, domethënë si të lartë, si të ulët, ajo e interpreton shumë mirë dhe më pëlqen shumë, shkëlqyshëm. Një këngë folklorike kënduar shumë bukur me tonalitet e pastër dhe zë të ëmbël kristal. Vetëm sukses. Faleminderit shumë. Ftojmë Lorenën në skenë. Yeah.
Faleminderit shumë Lorena. Edhe Lorena ishte fantastike në interpretimin e tij, apo jo? Edhe interpretimi ishte shumë i bukur, me zë të pastër, me variacionet e mira, vetëm sukses. Patjetër ishte shumë mirë, thjesht ka pak nevojë për punim në diafram. Do të them pra frymarrja, që edhe zëri mos dali shumë i lodhur në fazën kur e zgjat pak tonacionin. Bravo. Pyesni pak edhe momën e vajzave, si po ndihet që po ishe dy vajzat e saj duke interpretuar? Shumë bukur. Ndjenjë veçantë. Faleminderit shumë.